Çmimi I vezëve është rritur ditët e fundit, duke u lëvizur nga 4,50 € deri në 6 € për 30 copë vezë. Fermeri nga Gjakova, Samuel Prenkaj, thotë se arsyeja kryesore e kësaj rritjeje është përhapja e sëmundjes së shpesëve në disa shtete të rajonit, çka ka ndikuar në uljen e prodhimit atje dhe në rritjen e kërkesës për vezë nga Kosova. Sipas tij, shumë prej prodhimeve nga vendi po shiten jashtë Kosovës, duke krijuar mungesë në tregun vendas dhe përpasoj rritje të çmimeve. Në për vende tjera, për shembull si në Shqipëni, vjen gripi I shpenzëve dhe ka shumë ngordhje. Këtu te na nuk ka ngordhje se I vaksinojmë pulat dhe zesht. Dhe për këtë arsye se ka shumë kërkesë të vezëve, se nuk ka shumë pula, ka shumë kërkesë të vezëve e hyj çmimi I vezëve. Prenkaj thekson se gjatë muajve të verës çmimi zakonisht bie, pasi kërkesat për vezë janë më të ulta në krahasim me periudha tjera të vitit. Çdo sezon dimrore hyj çmimi I vezëve, puna kërkesës, se ka shumë kërkesë gjatë dimrit, dhe gjatë sezonit verore bjen çmimi puna se s'ka shumë kërkesë. Megjithatë, ai shton se vetë I shet vezët me çmim prej 4,50 € dhe se çmimi prej 6 € që po shitet në disa vende është I lartë. Ai tha se është ndër të paktit që mbajnë çmimin më të ulët në treg.